Joseph Dioguardi, Shëri Kloes Dioguardi, Agi Maliçka dhe bordi I Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane mbështesin vendosjen. Për 4 dekada kanë vepruar për interesa kombëtare pa u ndalë. Në asnjë momenti kanë mbështetur gjithmonë liderët e vërtetë të interesa shtetërore dhe kombëtare që I kanë qitë atyre personale. Të parët në Kongresin Amerikan e kanë mbështetur UÇK-n dhe kanë ndikuar që t'i gjetë nga lista e grupeve terroriste në këtë moment vendimtar për shtetin e Kosovës dhe kombin ata mbështesin pa rezervë Albin Kurtin për kryeministër dhe koalicionin e tij për qeverisje të Kosovës. Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane nuk e ka huq asnjëherë sepse është e guximshme drejt profesionale dhe kombëtare. Votoni koalicionin LVV, Guxu Alternativa dhe PSHDK. Mos lëshoni pe, Liga nuk lëshon pe, kur thuhet në apel.